Кандидатот на Влен за градоначалник на општина Тетово Билјал Касами кампањата за вториот круг ја започна со младите на плоштадот во градот. Тој се обврза дека ќе продолжат со проектите за развој на Тетово. Një kampanjë që ne vlerësojmë që do të jetë për të konfirmuar fitoren bindëse të raundit të parë. Tani më ne besojmë që edhe ata pak qytetarë të cilët nuk arritëm të bindim se opsioni jonë është më i mirë, unë besoj që tani do të jetë më lehtë sepse shumica dërmuese tetovarëve veç më vendosën në raundin e parë që ne të vazhdojmë edhe 4 vite për të shërbyer në Tetovë, për të vazhduar realizimin e projekteve në të mirë të Tetovës. Од друга страна, Алијанса за албанците на Арбен Таравари, дел од Националната алијанса за интеграција, синоќ ќе одржа состанок на Централното раководство во Тетово заедно со претседателите на ограноците, за да ги анализираат резултатите од изборите. Тие се сомневаат дека во две општини каде што нивните кандидати имале убедлива предност, имало организиран бойкот. Realisht aty kemi dyshime se ka pas një organizim ndërmjet partive të pushtetit, por edhe në qoftë se e merrni numrin e votave, listat nuk janë të pastruara, në krahas me listat që ishin paraprake, kemi një pjesë të madhe të popullatës e cila është në mërgat, kështu që në Gostivar nëse nuk gaboj diku për 21 vota, nuk u arrit cenzusi, por përsëri do të ndalen te dallimi. Dallimi është shumë i madh ndërmjet kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim edhe kandidatëve të tjerë, qoftë ai pavarur, qoftë edhe i Vlenit. Kështu që kjo është një tregues i qartë se koalicioni funksionon, edhe unë jam shumë i bindshëm që tani më veç mund të detektojmë disa nga problematikat të cilat neve na pamundsuan që të arrijmë atë targetin për rezultati 2-1, siç e kishim nga anketat. Во 4 општини во Македонија не е постигнат цензус со 33,33% излезност и таму ќе има нови избори. Според законот, тие треба да се одржат во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конечните резултати.